Mbaroj edhe kjo ditë. Në fakt, nuk mbaroj, po mbaroj orari punës. Që e mora e rinë. Edhe tash, ku shumë të më që këtë telefonit. E mora e rinë e prejshme, edhe tash nga të shku deri në dyqan për me i play Erinës Golden Eagle për shkak se të më përsysh që jena në Ramazan. Tash, okej, hajt, merita një qimem të vogël, se po gjëram për ditë. Ka dhe pak që ka po momi për iftar sa ose baniqka më qisë. Fatke se sot pacerta prej fakultetit nuk është që mujta me njëzu shumë diqka me aqë sa moj men unë përveç asaj pisës që të regua pita që i kej po më mje super, lu më shindurt. Kurse tash jam të pastru ftyrën edhe që jam të vëmë, jam të pi edhe këtë jam këto, kështu me fruta, është me moll edhe me vishnje. Pëlqen shumë se të mos kështë i ftoftë e ka një shijet tartë, preferu me jam. Po arsye sepse s'kam mujt me njëzu është për shkak se kam pas një dhimbje të kokës që hala e kam, po pita diçka kështu që më kaloj pak. Si që është unë pa i pita shtu edhe pa patra ftyrën. Tash derisa po pres më bo qaj edhe vejst, të më thamë më po gati syfyre, tash ta pi edhe një qaj gjelbër për vete. Edhe jashtu edhe pak limon. Të e pi qajin, jam të shiku edhe një serial që kam fillu tash, me shiku edhe pse e kam përcjell edhe kështu me pjesë prej në fillim kur ka fillu. Për shkak se tash është tykon episoda 12 nëse e di janë, ose 13, nuk jam shumë e sigurt. Edhe ajo është Gjan Borxho, tash ku tregoj. E kam fjalën për këtë filmin këtu. Alo? Këto. Këto është ai njefni. Neden bir yıl sonra bugün? Tabanyan tüyecek. Përgatitjen e iftarit e mora përsipër unë sot, ku njëherë kështu e kena do mysbarë cilin jam të ezi, kena me suq, pastaj këto jashtojna erzat edhe kam me përgatit edhe një sos këti, me krem supa po me krem kështu të shop, nuk e disa me sigur se dhe që ka pëtu bash saktësisht. Nëna tjetër jam të përgatit edhe pilafin, ku për momentin ku
ka veç pite cilë kena me skuq me vaj, kurse pastaj kena mjashtu edhe këtë pilafin cilin e kena marrë për herë të parë se nuk e di se kena përdorur, ta shohim se çfarë po dal, po një po pras derisa të fillon ujë. Për sosin e mishit vendosa me përdor këtë krem super këto, qumsht edhe për kësaj kremës këto. Mishi veç se është gati më në thonja, ja kam shtu pak zhvertia dhe veç pak dhe gjerë për shkak se kjo krem super ka vet. Kurse nëse duhet mi shtu ma shumë qumsht edhe ma shumë krem, kam me këshyr pasi t'ja shtoj këto në përkite. Mishi mbaron, që që ka deri shumë ndemi me mbyll. Ta shohem këtë edhe pilafin. Minut. Kështu. Edhe kjo për 1 minut ose 2 mbaron. Edhe është gati. Fatke se është për shkak se kish mbaru çaj gjallë për këtë herë u detyruar me pi çaj bronice. Një lloj çaji që nuk më pëlqen shumë për shkak aromës, që ka se më duket pak si eran, edhe pse bronicat kështu si fruta i ha, po në çaj nuk më pëlqen, kështu që i shtova pak një man mja rregullu shijen dhe tash është në rregull, është okay. Gjithashtu ato probleme teknike që i kam pas në videon e kaluar, po gjithashtu edhe në këtë video me sa duket i zbulova cilat janë. Të më thonë 90% jam e sigurt, kështu që besoj që në videon e ardhshme s'kam i pas këto probleme dhe kam e mujt me hedh videon ku dhe ju në kaq orë të vonat natës, po të e marrë parasysh faktin që është Ramazan, nuk besoj që është shumë problem se disa persona rrinë deri në syfër, dikur s'quhet prapë në syfër, ose edhe nëse shikohet nesër, prapë njëjtë është. Kështu që po shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video, ka lëvizur me bukur dhe shihemi prapë pas disa ditëve.